Kush është polici i gjetur i vetvrarë në Varrezat e Kukësit? Një ngjarje e rëndë u regjistrua mëngjesin e kësaj të martë në fshatin Morin në Kukës, ku një 35 vjeçar është gjetur i pajet pranë varrezave të fshatit. Sipas të dhënave paraprake, rreth orës 8:25 autoritetet janë njoftuar për ngjarjen. Viktima është identifikuar si shtetasi me inicialet Shaban Hajdari, banues në Prizren, i cili shërbente si efektiv në njësinë e reagimit të shpejtë të policisë së Kosovës. Nga hetimet e para rezulton se 35 vjeçari dyshohet se ka humbur jetën si pasojë një dëmtimi të shkaktuar me armëzjarri. Në vend ngjarje është gjetur dhe sekuestruar një pistolet e cila do t'i nënshtrohet ekspertizës në kuadër të hetimeve. Për zbardhjen e plotë të rrethanave është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili po kryen veprime procedurale në drejtimin e prokurorisë. Ndërkohë policia e shtetit po bashkëpunon ngushtë me policinë e Kosovës për të verifikuar nëse arma e sekuestruar i përket pajisjes së shërbimit të efektivit, si dhe për të mbledhur çdo provë dhe informacion që mund të ndihmojë në sqarimin e plotë të rastit.